Qashtu që shikon premtu, tash do ta shpalosim nen për nen, pik për pik, kontratën e nënshkruar prej Faton Pecit edhe një kompanie private që ja mundson asaj marrjen me qira të fabrikës për përpunimin e mbetjeve shtazore edhe prodhimin e produkteve nga këto mbetje. Fillimisht shkojmë se këtu gjithçka është krem. Edhe krem që nuk e keni po të mos ishte në dokumente nuk do ta besonit. Fillimisht e para. Njoftimi publik po shkruan për kontratë për funksionalizimin e fabrikës për përpunimin e produkteve shtazore. Në rregull. Data e përgatitjes së njoftimit 18/9/2024. Kurse kompania që e ka fitu kontratën LIP KS dhe ITSHPK në ARBK është regjistru me 23/9/2024. Pra, 5 dit masi që ka dalë shpallja. Ka dalë njerë shpallja, mas në është të melu fabrika. A, në shpallje, të kushtet, si që më të ashini këtu, kërkohet që operatori apo grupi operatorëve fitues duhet të ketë të paktën 12-15 vite përvojë në fushën e përpunimit të produkteve shtazore. A i kërkove 12-15 vite përvojë? Që kur e ke qitë shpallje? Që kur tu ka themelu kompania me të cilën e ke nënshkruar kontratën. Tash ka edhe këtu disa probleme tjera. Që ku është kompania që ka nënshkruar kontratën? Që ku është kompania që ka nënshkruar kontratën? Që ku është data kur e themelu? 23/9/2024. 5 ditë masi që veç ka dalë shpallja, a këtu kërkojshe ti 12-15 vjet përvojë. Kjo e para, e largojmë ta. Krimi i parë. Vazhdojmë me kontratën. Që shpesheni, kjo është kontratë publike, funksionalizimi i objektit për përpunimin në produkteve shtazore 10 janar 2025. Vazhdojmë. I ko marrë pjesë kryesore. Që ku është, e para punës, kontrata fillon pa referim në asnjë litë saktum. Me Ministria, MPBZR, me LIP KS dhe ITSHPK. Që shepat, operatori ekonomik regjistruar me datë 23/9/2024, 5 ditë mas shpalljes publike. Mirë, këtu i kina nënshkrimet e Faton Pecit edhe programit. Tash ka ndodhur thon kontratë është që autoriteti kontraktues, pra Ministria, ka me i obligu krejt që merren me mbetje shtazore, kasapone ose ku di çka janë ato, që me dërgu ose me mbledh nga kjo kompani, pra fitimi i sigurt. Vazhdojmë. Afatet dhe koha e zbatimit. Që ku i keni në nënshkrimet? E nënshkruar me Faton Peci. Afatet dhe koha e zbatimit. Ne pika 3.1. Zbatimi i kësaj kontrate do të fillojë nga dita e nënshkrimit dhe vlen për periudhën kohore 20 vite. 24-44. Me mundësi vazhdimi. Krimi i dytë. Apo thot që to që 20 vjet, po ja jep me qira. Që ato të ligji për pronën publike, neni 17 qiraja dhe këmbimi. Prona në pronësi të Republikës Kosovës përkatësisht e institucionit qendror ose prona e komunës mund të jepen me qira deri në 15 vite me vendim të qeverisë, përkatësisht në organin komitet komunës. Ligji po thotë që mundesh me jep me vendim të qeverisë veç 15 vjet. Ti e ke jep 20 vjet. Ma shumë se 15 vjet mundet veç deri në 99 vjet veç kuvendi i Republikës Kosovës. Ti zotri e ke shkel ligjin sepse këtu ke pas drejt veç 15 vjet me jep, e ke jep 20. Këtë vendim e ke marrë bashkë me zotri Albin Kurtin, që ko vendimi, aprovohet dhënia në shfrytëzim e parcelës dhe objektit Komuna Glogocit në interes publik për trajtimin e produkteve shtazore për nevojat e Ministrisë së Bujqësisë. Me vendim ke lëshu kontratë për qira 20 vjet, kur ligji po të thot që veç 15 mundesh. Vazhdojmë. Pika tjetër. Çmimi, që tash.
kompenzim për shërbimet e ofruara nga operatori ekonomik në funksionalizimin dhe operimin e fabrikës për përpunimin e produkteve shtatësore. Do të bëhet nga subvencionet e ministrisë, i cili do të llogaritet në bazë të sasisë së materialit të grumbulluar. Tash, përveç se oka e merr me qira. Edhe tash e shohim për çfarë shumë ja kanë shu. Kime jap edhe subvencione. Një për probleme që në shpallin publike, kur kanë dash me apliku kompanit, kjo nuk është përmend fare. Fare pra nuk është ditë nga konkurrentët e kompanisë që ka fitu që ka me pas subvencionim. Veç mas ne e ke bon kontrol. Edhe kuptoj logjikën, njëherë je ka ja jep. Krejt materialet, krejt token, krejt fabriken, krejt pajisjet, investime 10 milionësh, plus je ka jep subvencionim. Që ta thot? Subvencionimi për çdo ton të grumbulluar do të jetë në shumën prej 0.16 cent për kilogram. Çka i bën kjo? Ekspertët e Ministrisë së Bujqësisë të tregojnë që mesatarisht, sipas për llogaritjeve se sa ka mu grumbullu aty dhe sa ka mbetje shtatëzore në Kosovë, nëse ja jep 0.16 cent për kilogram, atëherë në vit i bin 3.200.000. Ose për 20 vjet 40 milion. Këto i ka para të garantuara. Çka po bën ti? Po e fut para prakisht ministrinë në bërgj 20 vjeçar ku për obligim e ki subvencionet e shtetit, parat e taksave me ja jep një privati i cili gjenerimin kryesor të hyra do ta ketë nga shitja e produkteve. Po ti po ja siguron edhe një 60 milion për këto 20 vjet. Pe subvencionon. Që është skandaloze, e alo më skandaloze fakti që në thirrjen publike se ke pas hiç. Pra konkurrentu e këtij që ka fituar as nuk e kanë ditë. 3.2 milion minimalisht në vet subvencione për njerin që ja ka jep fabrikën me prodhue me shite me fitu pra. Po hajtë është ta këshyrim çka o fitimi. Qëra. Dhe sa ti po ja subvencionon 0.16 cent kilogramin, që po thu, operatori ekonomik obligohet që në emër të shfrytëzimit të fabrikës së riciklimit të paguaj qiran vjetore në shumën e përgjithshme prej 30.000 euro. Pra, ose 2.500 euro në vet. Në muaj 30.000 euro në vet. Para mendoje. Në një anë vetë subvencione për te fitimet që e bën ai privatisht, ja jep 3.2 milion. Në anën tjetër për qira, ja merr 2.500 euro në muaj. Vazhdojmë. Qërta skandali i radhës. Në rast të ndërprerjes së kontratës njëanshëm nga autoriteti kontraktues, pra ministria, autoriteti kontraktues ka për obligim dëmshpërblim për fitimin e humbur për periudhën e mbetur të kozgjatjes së kontratës. Ta zoj, ndrohet, fillon punën kjo kompani, bëhen 2-3 vjet, i mesin edhe 17 vjet. Don shteti me rikthy pronën e vet. Nëse don, duhet me ndërprej kontratën. E nëse ndërprej kontratën, duhet me ja pagu fitimin e supozum. 100 miliona pra. Duhet me ja pagu se po don me mprish një kontratë e cila është komplet ilegale. Kurse, qërta është befasia e radhës. Derisa ti je i obliguar si shtet me ja pagu fitimin e supozum për këtë vitet të mbetura, që tash ka ndodhur. Në rast të ndërprerjes së kontratës një anshëm nga operatori ekonomik pa arsye, atëherë autoriteti kontraktues i linde drejta nga operatori ekonomik dëmshpërblimin e menjëhershëm për shkëpuqje të njëanshme të kontratës në shumën 900.000. Nëse ti ja ndërpren ati kontratën si shtet, duhet me pagu 100 miliona. A nëse ai ta ndërpren ty, ai duhet me t'i jap 900.000 euro. Ti e subvencionon në vet 3.2 milion, ama nëse ta ndërpren kontratën, ja kërkon veç 900.000. E nëse ndërpren ti kontratën me ata, duhet me pagu fitimin e supozum për gjitha vitet të mbetura, 5 muaj sa të shëmbese. Që tash edhe një skandal këtu, çdo kontest që linë në lidhje me këtë kontratë, duke përfshirë shkeljen përfundimin ose vlefshmërinë e saj, do të zgjidhet përmes arbitrazhit të administruar nga gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit. E pse do të zgjidhet nga arbitrazhi? Kosova i ka institucionet e veta të drejtësisë. Pse duhet më shku në arbitrazh? A mos ndoshta duhet më shku, që shi di historinë kalumen, me përfitu edhe shumë miliona qire, nëse veç ndodh ajo. Për ndryshe, këtë kontratë, që tash anomalia e radhës.
Kjo kontratë është nënshkruar nga Faton Peci, si përfaqësues i ministrisë, pra ministre, edhe përfaqësues i LIPKS dhe ITSHPK, po del të jetë Alberto Grosso. Kush është Alberto Grosso tash? Ka na dul Alberto Grosso. Hajde shkojmë edhe një herë ta këshyrim kjo kompania te ARBK-ja, ka pronar edhe përfaqësues. Ta shohim pak ku po na del. Hajde. ARBK-ja, institucioni i shtetit, po thotë që pronar, aksionar, drejtor menaxhues është Nasser Malioku. Okej. Rregull. E Alberto Grosso kush ke? Në ARBK nuk na del askund kush është Alberto Grosso. Nëse futeni aty, edhe e shihni, mundi me pa që aty janë edhe disa kompani aksionare, po emri si përfaqësues i LIPKS dhe ITSHPK është Nasser Malioku. Për ata që se din, ky Nasser Malioku ka kompani të ndërtimit, edhe po mdoket pompat benzinës. Lidhje domethënë me këtë proponimin e mbetjeve shtazore nuk ka. Tashti, mundi me i pa, edhe në stopame që po shkojnë. Hapësira gjigante, prej 4.000 metrave katror, që është lëshume me qira, përveç fabrikës, edhe krejt materiali tjetër për cels, edhe kamionëve, edhe cisternës gazit, edhe generatorit, 10 milion euro investim për 2.500 euro në mujtë. Tu ja kthyj pastaj si subvencione 3 pikë, 2 milion vet, dhe po ashtu pjesa më e madhe e fitimit bëhet nga shitja e nën produkteve nga e njëjta kompani, që është pjesa më e madhe e fitimit, dhe gjithë mishtorët, gjithë personat tjerë që merren me zejen, i ke obligu me kontratë që me dërgu mbetjet shtazore, po të kjo kompani, pra i ke jep edhe monopol. Kjo është e qartë, nuk mendoj që ka nevojë për shumë sharime të tjera. Kjo është veç një rast. Këto e kom deponu. Personi përgjithës me hetu tash këtë situatë është Kujtim Munishi, i cili është prokuror në rastin e hetimit të Faton Pecit edhe Vjosa Osmanit. Tashti, unë shpresoj edhe kolegët e mi gazetar, kanë me i bua presion zotëri Kujtim Munishit, prokurorit, me na tregu çka po ndodh, se nuk don kjo shumë zbërthim. Po ashtu edhe njerë, kretë zyrtarët me nga ministrisë, që e din për këshkele të madhe monstruoze, janë të gatshëm me dëshmu para hetusit edhe para prokurorit, me kushtin e vetëm, me ju rujt privatësia, sepse me njëherë ndodh hakmarrja. Që që kemi pa të kalumen, privatësia nuk është rujt. Shpresoj që ruhet që tash. Ky ke veç një rast, 97 të tilla kome ja u tregu. Edhe nëse nuk ndërmerr asgjë shteti, prokuroria, hetuesia, të paktën populli ka me ditë çfarë kriminali monstruoz është Faton Hajni.